Kryetari i Mitrovicës, Faton Peci, ka bërë të ditur se sot ka qenë në prokurori për të dhënë sqarime lidhur me kallëzimin penal të ngritur nga LDK-ja përmes ish deputetit Paris Guri. Peci ka theksuar se sikurse gjithmonë ka qenë transparent, i qartë dhe i drejtë për drejtë në shpjegimet rreth rolit të tij si ministër në procesin e granteve të Ministrisë së Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Zhvillimit Rural. Ai ka paralajmëruar se shumë shpejt do t'i drejtohet organeve të drejtësisë me kallëzim penal për kallëzim të rrejshëm, duke akuzuar ish deputetin se ka orkestruar një fushat shpifjesh dhe insinuatash të pabaza kundër tij. Në fund, Peci ka theksuar se sulmet, akuzat e pabaza, gënjeshtrat dhe përpjekjet për baltosjen e emrit të tij nuk do ta ndalin nga puna dhe angazhimi për Kosovën. Në vijim postimi i tij plot. Të dashur qytetar, përmes këtij postimi ju informoj se sot isha në prokurori për të dhënë përgjigje dhe sqarimet e mia në kallëzimin penal të ngritur nga LDK-ja përmes ish deputetit të saj të zgjedhur nga votat e vjedhura të Mërgatës, Paris Guri. Në prokurori, sikurse gjithmonë gjatë jetës sime, isha transparent, i qartë dhe i drejtë për drejtë në lidhje me shpjegimet rreth çështjes dhe rolit që kam pasur si ministër në procesin e granteve të Ministrisë së Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Zhvillimit Rural. Shumë shpejt do t'ju drejtohem organeve të drejtësisë me një kallëzim penal kundër kallëzimit të rrejshëm penal ndaj ish deputetit me vota të vjedhura të Mërgatës, sepse ai përmes orkestrimit udhëhoqi një fushat shpifjesh e insinuatash të paqëna, duke deponuar një kallëzim të rrejshëm penal kundër meje si ministër. Përfund, dua të përsëris dhe t'ju siguroj se sulmet, akuzat e pabaza, gënjeshtrat, shpifjet, kërcënimet e përpjekjet për baltosjen e emrit tim nuk mund dalin nga punat e mira e punët e mëdha për Kosovën, vazhdon ai.